Të dashur shqiptar, ku shkuan legjionet romake të vendosura në Romën e dytë nga Konstantini i Madh? Kanë qenë me mira ushtar romak që kanë shoqëruar Konstantinin e Madh në momentin kur ai ngriti kryeqytetin e dytë dhe ngriti perandorinë e lindjes. E ngriti ai këtë për shkak të rrezikut të fisëve gjermanike gote. E pa këtë rrezik dhe për të parandaluar coptimin e plotë të perandorisë romake, vendosi të krijojë në vendin pranë Trojës Trojën e dytë. Alba Longa. Ky ka qenë qyteti. Romakët janë quajtur Alban. Këtë kemi nga arkivat e Bizantit që i kam gjetur unë. Trojanët ose romakët që e quajnë veten Trojan, e quajnë veten Albanoi. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore, këtë unë e kam sjell në dokumentat e Bizantit, por askujt si ka bërë përshtypje. Sidomos grekërve, nuk ju pëlqen ajo kjo gjë. Teorikisht, unë duhet kisha marrë 24 dekorata dhe 36 medalje dhe 80 diploma nderi për dokumentet e ilirëve të gjetura në perandorinë e Bizantit. Dhe këto diploma dhe diploma deri duhet i kisha marrë nga universitetet greke. Asnjë. Bëjnë sikur nuk din gjë. Si ka mundësi? Këto gjetje madhështore. Dhe gjetja më madhështore është se romakët nuk e kanë quajtur veten romak, por Albanoi, dhe kjo vërtetohet me qytetin Albanopolis, të gjetur në Arban, pranë Krujës. Dhe sot e kësaj dite quhet Arban, qyteti i Albanëve. Grekët pontik, edhe sot e kësaj dite në Turqi e quajnë veten Arbanë ose Arvanë. Kryeqyteti i grekërve pontik është quajtur Arbanion. Shqiponja e grekërve pontik është një shqiponjë bardhë e gjetur në Mirdit. Shqiponja albanëve ose romakëve. Jo e zezë. Kjo shqiponjë bardhë është përdorur nga mbretëria e parë albane, e ngritur nga normanët në vitin 1108. Kjo është dita e pavarësisë së Shqipërisë. Është gjetur dhe dokumenti i kësaj mbretërie. Është mbretëria e parë në botë etnike. Është një shtet etnik i albanëve. Po kush janë albanët, do thoni ju? Përpara se sa ti përgjigjem kësaj pyetje, do shtroj edhe një herë pyetjen. Ku vajtën legjionet romake të vendosur në Alba Longan e dytë, ose Roma e dytë, që mori emrin e Konstantinit të Madh, Alban? Konstantinopolis, që sot është Stamboll. Stamboll është shkurtimi i emrit Konstantinopol në turqisht. Merr frymthell. Është quajtur Alba Longa e dytë. Ushtarët romak e quanin veten Albanoi. Ky fis është vendosur në Albanopolis në shekullin e dytë para erës sonë. Albanët nuk vinë nga Kaukazi. Albanët janë romakët. Merr frymthell. Kjo është çmenduri. Se si kanë arritur grekët të manipulojnë historinë në atë shkallë, sa që kanë hequr jo vetëm gjuhën latine që është përdorur deri në shekullin e 6 në Alba Longa, kanë hequr dhe emrin. Është vënë emri Bizantium. Nuk ka ekzistuar, nuk e dinin romakët që ishte Bizantium. Mbas rrëzimit të perandorisë romake të lindjes në shekullin e 15 është përdorur ky emër Bizantium. Romakët e kanë quajtur veten Alban ose Arban.
Kjo ka patur pasoja shumë të rënda për bijtë e këtyre romakëve, e këtyre veteranëve, që dhe sot e kësaj dita e quajnë veten Arbanë ose Arvanitas. B-ja është bërë V në shqip dhe në greqisht. Dhe tani të tregojmë se është bërë dhe në fjalë të tjera Arvanite. Më datën 4 gusht të vitit 2026, në një bisedë të drejt për drejt në TikTok, me ulërima, me klithma, me bërtitje, si që ndodh në TikTok, me njerëz të panjohur që futen në bisedë. Unë ulëri, me sa kisha mushkërit e mia, që gjuha shqipe është gjuhë neolatine. Me janë vërsullu të gjithë. Por, dhimbja ime më e thellë shpirtërore është se më janë vërsullur arvanitasit. Sepse ata mendojnë veten me çmendurinë e tyre, pellazg. Duke u nisur nga poemat e Homerit, që janë poema artistike. Është një lloj sikur të gjesh ti origjinën tënde nga vepra Ismail Kaderes nën punësi i pallatit të ëndrave. Të marrësh aty ti një fis turk, të identifikohesh me këtë fis mbas 2000 vjetësh dhe ta quash veten turk, sepse ke dhe bylsimin e gjysmëhënës. Çfarë ndodh me trurin e shqiptarit, vetëm një Zot e di. Tani Zoti ne na ka parë një çik. Nuk e la që të zhduket gjuha shqipe, po si në të motrës dhe të gjyshes dhe të nënës mbjetoj kjo gjuhë. Si ka mundësi? Që ta kuptoni si mbjetoj gjuha shqipe, do të kuptoni se ku vajtën legionet romake. Legionet romake u stacionuan në Rumani dhe janë rumunët e sotëm. Legionet romake u stacionuan në Gali, të bashkuar me frankët, fise gjermanike janë francezët e sotëm. Legionet romake u vendosën në Spanjë, u bashkuar me keltët dhe me fiset vandale në Andaluzia, fise gjermane, janë spanjollët e sotëm. Legionet romake u bashkuan me fiset gote që hynë në Itali në shekullin e 5 të erës sonë, që shkatruan Romën, janë italianët e sotëm. Por gotët kanë hyrë dhe në Shqipëri, ku vajtën gotët? Nga avulluan ata. Ka patur romak këtu. A quajnë veten Alban. Një lloj si në Greqi, një lloj si në Konstantinopoj. A kuptoni? Romakët ishin Alban, jo pellazg. Dhe flisin një dialekt që lindi në Iliri, edhe në Azinë e Vogël, në Konstantinopoj. Është i njëjti dialekt, quhet dialekti i albanëve. Nuk e di, e kuptoni se çfarë çmendurie grekët kanë arritur të ndryshojnë identitetin e shqiptarëve. Çmenduria ka arritur aty sa që arvanitasit nuk e quajnë veten shqiptar. Po përse nuk e quajnë veten shqiptar ata? Sepse gjuha shqipe ka evoluar pak ndryshe. Dhe kjo vërtetohet me arbreshët, janë dy grupe arbreshës. Nga të gjitha fjalët që kam mbledhur unë me vite të tëra, rezulton që fjalori i arbreshëve që vijnë nga Greqia, nga Moreja, janë përzën ata nga grekët. Pra grekët ne na kanë përzën më herët. Për në brigjet e Italisë. Këta arbresh kanë një gjuhë pak ndryshe nga arbreshët të ardhur nga Shqipëria. E pra, arbreshët e ardhur nga Shqipëria përdorin fjalën pemë. Fjala pemë mungon tek arbreshët
nga Greqia. Atje përdoret fjala arvuri. Merri frymthell. Pra kemi dy dialekte të albanëve ose bijve të ushtarëve alban, romak. Nuk e quajnë veten ata romak, po alban. Dhe kemi dy lloj albanësh. Albanët të vendosur në veri, në Iliri, që morën fjalën latine pomum nga rasa kallëzore dhe nga shumësi poma është krijuar fjala pema. Merrni frymthell. Kjo ka ndodhur dhe në arumanisht, edhe në italisht, edhe në gjuhën siciliane. Nga pomum ka dalë poma në shumës, në gjuhën e arumunëve është poama. Në shqip është pema. Nga shumësi ne kemi kthyer në njëjës. Kjo quhet në gjuhësi shumës i singularizuar. Por e kemi marrë nga rasa kallëzore e një emri asnjanës, pomum. Do thot fruta të egra të pemës. Buzuku në librin e tij me Shari e përdor fjalën pema me këtë kuptim, kokrat e pemës. Ky është kuptimi origjinal, pastaj mori kuptimin pema. Ndërkohë, kjo fjalë mungon tek arbreshët, që vijnë nga Morea dhe nga Atika, të përzënë nga grekët. Kjo fjalë mungon tek arvanitasit, që vijnë në TikTok dhe flasin me mua në mënyrë të drejtë për drejtë. Kjo mënyrë komunikimi ka qenë e pamundur dhe e pa imagjinueshme disa vjet më parë. Pra, fal rrjeteve sociale, unë kam ngritur një akademi virtuale me arbresh arvanitas dhe me banor në Kroaci arbanasi, që të gjithë bij të ushtarëve latin. Merri frymthell, fëmijë të veteranëve romak. Dhe shtrohet pyetja përsëri, ku vajtën legjionet romake albane të stacionuara në Greqi? Ju e dini që Greqia është pushtuar nga Roma. Ju e dini që Maqedonia është pushtuar nga Roma. Ku vajtën fëmijët e ushtarëve romak në Maqedoni? Mendoni pak. Mendoni pak se dhe ati është fjala pema, nga latinishtja, pomum. Në shumës, poma, është bërë shqip, pema. Gjuha arumone, poama. Pra gjuha shqipe është një gjuhë neolatine. Kjo ju ka shpëtuar absolutisht të gjithëve. Askush se ka ditur. Kanë thënë vetëm që gjuha shqipe ka marrë shumë nga gjuha latine. Madje, Gustav Mahri thoshte që këto fjalë kanë hyrë shumë vonë, në shekullin e 15. Do të thënë neve, Gustav Mahri na bënte të ardhur në Shqipëri. Dhe askujt si ka pëlqyer kjo. Kuptohet. Ai nga e keqja, nga padituria, nuk e njifte mirë shqipen. Aq më pak ai nuk njifte fare gjuhën arvanitase. Nuk e dinte ai që në gjuhën arvanitase është arvuri. O bo, mungon fjala pema tek gjuha arvanitase. Dhe ata me të drejtë thonë që ata në arvanitas. Por ata gjithashtu flasin gjuhën e fëmijëve të ushtarëve alban. Pra romakët e quanin veten alban, arvanitas. Merrni frymthell. Këto janë arvanitasit, fëmijët e ushtarëve albanë. Fisit albanoj, nga Albalonga, kështu që e Roma, për ndryshe. Asnjëherë ata nuk e kanë quajtur veten romak, e kanë quajtur veten alban. Tani, çfarë ndodh? Kjo jo vetëm që s'ju ka pëlqyer arvanitasve, kjo s'ju pëlqen italianëve, s'ju pëlqen as francezëve, as anglezëve, as amerikanëve, ky zbulimi im. Pra heshtje e plot në internet. Zbulimi është kaq makabër
sepse të gjithë librat që janë botuar deri tani, miliona libra, duhet përdoren për letër higjienike. Merr frymë thellë. Gjuha greke është vendosur në perandorinë e lindjes në shekullin e 6, mbas ardhjes së slavëve në Greqi. Kush i solli slavët, more? Grekët. Siç sollën ata turqit, gjithashtu për të luftuar normanët. Grekët me armët e të tjerëve i kanë bërë punët e pista. Pra grekët lejuan që të vinë gotët dhe grekët lejuan që të vinë slavët dhe u zhdukën të gjithë legionarët romak, ose u kthyen në sklever të grekërve. E kjo ka ndodhur në shekullin e 6. Grekët kanë bashkëpunuar me gotët për të shkatruar perandorinë e perëndimit dhe grekët kanë bashkëpunuar me slavët. Qytetet slave kanë ekzistuar në Greqi deri në shekullin e 20. Kanë filluar të ndrohen këto toponime slave tani, mbasi shërbimi i tyre është kryer tashmë. Tmer o tmer. Pra, ku humbën mira legione romake në Greqi, Maqedoni dhe në Konstantinopoj? Ku van? Emblema e tyre, shqiponja e bardhë, është akoma dhe sot në Mirdit. Shqiponja me një kokë, që është e gruaja e Zeusit, Hera. Mbrojtësja e burrit të saj, perëndisë së qiellit. Kjo është shqiponja e bardhë, perëndia Hera. Ky është simboli i albanëve, romak. Jo shqiponja e zezë, shqiponja e bardhë. Shqiponjën e zezë e ka marrë i çmenduri udhëheqësi i shqiptarëve, që ne mbajmë për hero kombëtar. Nuk është kjo shqiponja jonë. Shqiponja jonë është shqiponja e albanëve, romak, që gjendet në Mirdit, me një kokë. Kjo është shqiponja, ja kështu, e kthyer pak kështu. Koka e Herës, shqiponja Hera, kjo është shqiponja e albanëve romak. Jo me 2 koka, po me 1 kokë. Dhe kjo është shqiponja e grekëve pontik, që e quajnë veten romak ose alban. Janë beturinat e perandorisë së Bizantit. Edhe sot të kësaj dite është ky emër. Nuk është quajtur Bizant, pra, po Albania, Alban. Merrni frymë thellë. Ky ishte emri trojanëve. Ata që hymnizonin perëndin Hera ose reja e bardhë, Alba, që mbronte perëndin e diellit. Zeusi ka qenë dielli, more, merrni vesh apo jo. Në gjuhën hitite që është Tiavat, në shqip dielli, është perëndia e ditës. Edhe në gjuhën kelte quhet ditë, dita, fjalë indoeuropiane. Pra, fëmijët e ushtarëve romak në Greqi e quanin veten Alban, sot Arvanitas. Ata i thonë dhe sot pemës Arvuri. Merrni frymë thellë. Dhe duket sikur është një tjetër gjuhë nga jona. E pra, edhe gjuha Arvanitasve është një lloj si gjuha aromune dhe shqipe, bi e latinishtes. Ky emër, si të gjitha emrat mashkullor në shqip, është krijuar nga rasa kallëzore e fjalës pemë në gjuhën latine. Emrore, arbor. Gjinore, arboris. Dhanore, arbori. Kallëzore, arborem. Rrjedhore, arbore. Thirore, o arbor. Merrni frymë thellë. Nga fjala në rasën kallëzore, arborem, që përdorej shpesh
në gjuhën vulgare të ushtarëve romak që u martuan me gratë vendase në Greqi, dhe këto gra nuk ishin greke, por ishin ilire, pra nuk janë martuar me grek. Janë martuar me gratë vendase indigjene, ilire, dhe nga ky bashkim ka lindur fjala arburi. Fjala arburi është në gjuhën arumune. Çmenduri. Në gjuhën istro-romane është arbure. Në mengleno-romanen është arbur. Në gjuhën romane dhe rumune është arbore, po ashtu dhe arbure. Në gjuhën korsikane alberu. Në gjuhën istriote albaro, albero. Në gjuhën italiane arbore, albero. Arbero përdor në një dialekt në Rom. Në gjuhën e hebrejve që u vendosën në shekullin e parë të erës sonë, merrni frymë thellë, ata e kanë marrë nga albanët dhe ato i thonë alburi. Një lloj si në shqip, alburi, dhe ky quhet dialekti galurez. Hebrejtë kanë marrë variantin e shqipes. Janë vendosur nga Palestina, janë shpërngulur dhe kanë marrë me vete fjalën e ushtarëve romak që ishin në Palestinë, që flisnin shqip, shekulli i parë i erës sonë. Merrni frymë thellë. Kanë marrë variantin alburi, është forma e trajtës së shquar. Mos qani, ju lutem. Quhet dialekti galurez. Nuk ka ndryshuar fare, sepse hebrejt i shkruajnë siç e shqiptojnë. Pra, e kemi të sigurt nga gjuha hebreje, që është shkruar në shekullin e parë të erës sonë. Atëherë kur erdhi dhe miti i Jezu Krishtit të kryqëzuar, shekulli i parë i erës sonë. Pra, edhe besimi kristian që sollën ata ka ardhur me fjalën alburi, forma e trajtës së shquar, të shqipes, të arvanitasve. Merrni frymë thellë. Në gjuhën siciliane është arburu, por dhe arvuru, si në shqip. Arvuri. Pra si në gjuhën e shqiptarëve në Greqi. Kjo që ka ndodhur e ka përcen çdo lloj imagjinate njerëzore. Gjuha e hebrejve e shkruar në shkrim, shekulli i parë i erës sonë, tregon që gjuha shqipe ka ekzistuar pra që me pushtimin romak. Ky është varianti më i vjetër e fiksuar në gjuhën hebreje. Janë pikërisht sklevërit e ardhur nga Palestina në Rom. Dhe ata mbajnë variantin shqiptar. Këtë variant mban edhe gjuha arumune e dakëve në Rumani dhe në Shqipëri. Dhe ky është varianti i arvanitasve, arvuri. A doni argument më të bukur që kjo fjalë është regjistruar nga gjuha hebreje në librat e tyre të shenjtë, me formën e trajtës së shquar në shqip? Pra hebrejt kanë patur kontakt me ushtar romak shqiptar. Pra ky proces ka filluar që në shekullin e parë të erës sonë. Kjo është shumë e rëndësishme. Gjuha hebreje tregon lashtësinë e shqipes. Unë mendoja nga shekulli i 4 i erës sonë. Hebrejt thonë shekulli i parë i erës sonë. Unë do ju besoj hebrejve. Merrni frymë thellë. Është një degëzim i veçantë i gjuhëve romane. Gjuha arumune dake, gjuha ilire e folur në Greqi, gjuha ilire e folur në Konstantinopoj, që quhet Alba Longa II,
Gjuha e hebrejve të sjell në shekullin e parë të erëson si sklever nga Palestina, dhe gjuha siciliane, ku është dhe varianti arburu me b dhe me v, arvuru. Pra në gjuhën siciliane është me u fundore, në shqip është me i, arvuri, në gjuhën armune është arburi. Dhe e kam thënë dhe në filmat të tjerë që në shqip ka ndodhur diçka e pabesueshme. Nga forma e trajtës së shquar, arvuri është formuar forma e trajtës së pashquar, arvur. Gjuha shqipe e folur në Bizant ose Alban Longa, e regjistruar nga hebrejt, që ishin sklever në shekullin e parë të erëson, është identike me gjuhën e ushtarëve romak, e legioneve romake në Greqi, që e quajnë veten Alban, arvuri, dhe është identike me gjuhën armune të ushtarëve dak, të përzier me familje romake, arburi, dhe një lloj si gjuha e Sicilisë. Arburu dhe arvuru. B-ja kthehet në v në ndikimin e greqishtes. Në gjuhën e Sicilisë, sepse ka patur aty kolon grek, është e vërtetuar kjo, dhe në gjuhën arvanitase. Arbanion kthehet në arvanion. B-ja kthehet v. Dhe kjo ka ndodhur që në shekullin e parë të erës son. Pra, merrni frymthell. Unë kam bërë armiq, jo vetëm në Shqipëri. Unë nuk dal dot në rrugë. Unë do të kem bodyguard, sepse grekët kanë shkatruar historinë e Romës. Nuk quhet Rom, quhet Alba Longa. Romakët quhen Alban. Pra, Oxfordi duhet t'i çojë të gjithë librat e tij në Shqipëri se nuk ka letër higjienike, Harvardi, Universiteti i Chicagos, Pensilvanis, Ohios, Texas. Nga Texasi do të vijmë urgjentisht me avion letër higjienike për shqiptarët e pashpresë dhe të varfër. Tani unë jam në bisedë të drejtë për drejtë në TikTok, më dëgjojnë të gjithë ndjekësit e mi. Ky është filmi më i frikshëm që kam bërë në jetën time, sepse jeta ime rrezikohet, pra jam shumë i rrezikuar. Domethënë, është manipuluar e gjithë historia e Romës, është gabim. Shqiptarët, Alban, Arvanitasit, janë fëmijët e veteranëve romak. Pra ku shkuan me mira legionar romak të stacionuar në Maqedoni dhe në Greqi? Janë albanët e sotëm, Arvanitasit. A nuk është kjo çmenduri? Jo vetëm që gjeta identitetin e shqiptarëve, po unë kam zbuluar historinë e Alba Longës së dytë, historinë e atij vendi që quhet Bizantium gabimisht. Nuk e kanë quajtur ata asnjëherë veten Bizantin, po Arban. Edhe grekët pontike quajnë veten Arbanion, Arban. Mbajnë të njëjtin flamur. Të reja në qiell është quajtur Alba, sepse është e bardhë reja, mbrojtësia e diellit. Zeusit, ose Deus në latinisht, Zoti shqip. Merrni vesh ju. Dytë, në gjuhën kelte, Tiavat, në gjuhën hitite, ditë shqip, Zoti i ditës. Jo, këtë se kisha parashikuar kur. Unë përgatita fjalor në gjuhëve indo-europiane në vitin 2004, ja sjell Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, dhe ata nuk e pranojnë.
E botoj falas në internet, tërhiqet me mira herë nga studios të huaj. 19.000 ndjekës kam unë në akademia.edu sot, studiues të huaj nga gjithë bota. Kjo s'ka ndodhur ndonjëherë. Arbreshët mua më quajnë gjuhëtari i popullit, për shkak se unë kam mbledhur fjalët e arbreshëve. Dhe unë gjej që arbreshët përdorin fjalën arvuri për pemë. Merrni vesh ju. Po këta në arbreshë kanë ardhur nga Atika, janë përzën nga Greqia, nga Morea, shekulli 15. Dhe gjuha e tyre ka evoluar në mënyrë të pavarur nga gjuha shqipe, ku është fjala pemë, nga shumë si poma, nga fjala pomum, frutat e egra. O zot, edhe në gjuhën shqipe, pemë është përdorur si emër frutash, nga buzuku, po ju se keni lexuar në origjinal buzukun. E kuptoni tani, unë kam armiq në gjithë botën. Çdo universitet i botës mua më quan armik numër 1. Kam shumë frikë për jetën time, prandaj po i nxjerr shpejt këto filma në TikTok. Që të më mbroni. Unë ju kam shpëtuar juve, kuptoni apo jo? Unë kam shpëtuar arbreshët. Unë ju kam gjetur identitetin e tuaj të vërtet. Jeni fëmijët e legionarëve romak, me gradë vendase. Po atëherë, ku ishin grekët? Sepse duhet kishte lindur një gjuhë gjysmë greke, gjysmë latine. Por është shqip. Atëherë s'pas ka patur fare grek këtu në Greqi. Kjo është tmerr, kjo është llaftar. Ku ishin grekët? Është folur shqip. Deri në shekullin e 6 e provojnë hebrejt. Kanë të njëjtën variantë të trajtës së shquar të shqipes, shekulli i parë i erës sonë, e shkruar në hebraisht. Ja përsëris. Alburi është në gjuhën arvanitase. Arvuri është në gjuhën arumune. Arburi. Nga latinishtja, arborem. Kështu kanë lindur të gjithë emrat mashkullor në Shqip. Shikoni çfarë titani. Jo vetëm që gjeta origjinën në gjuhën shqipe, po gjeta origjinën e arvanitasve dhe gjeta që është shtrembëruar historia e Romës, që quhet Alba Longa. Është shtrembëruar nga grekët, që bashkëpunuan me armiqtë e Romës. Bashkëpunuan me gotët, bashkëpunuan me slavët, kundër brezit të ushtarëve romak, që quanin veten Alban në Greqi, kundër brezit të ushtarëve romak në Iliri, që quajnë gjithashtu veten Arbër. Pra nuk e dija se sa e tmerrshme është armiqësia e grekërve kundër nesh. Nuk e dija se na urrenin kaq shumë. Kjo është e frikshme. Të shtrembrosh historinë e një gjenerate, një perandorie. Nuk kanë shtrembruar thjesht historinë tonë. Kanë shtrembruar historinë e të gjithë perandorisë së lindjes, që quheshte Albania. Greqia është quajtur Arvanitika ose Arbanitika, si albanët, si romakët. Romakët e quanin veten Alban. Përhapeni këtë film, sepse do përmbysen të gjitha universitetet e botës. Kjo është dita e apokalipsit, sot. Askush se ka bërë këtë zbulim para meje, është bërë live në një bisedë të drejt për drejt në TikTok, kam dëshmitar tani 5.000 veta në TikTok. Më ndjekin. Kam 5.000 dëshmitar. Ju lutem, më regjistroni me telefonat tuaj. Sepse nuk e di se çfarë mund të ndodhi mbas këtij filmi. Ky film do shkatroj të gjitha universitetet e botës. Të gjitha librat që janë botuar deri tani janë shtrembërimet e historisë.
është shtrembëruar historia albanëve të lindjes, romakëve. Është zhdukur emri i tyre, identiteti i tyre që jeton tek albanët, tek ne. Ne jemi trashëgimtarët e perandorisë romake të lindjes dhe të perëndimit. Dhe emri ynë, Arbori. O Zot, është regjistruar në shekullin e parë të erës sonë nga hebrejtë, të cilët kanë deklaruar që populli i lirë është populli më i madh i antikitetit në librat e tyre. Është e vërtetë. Pra jemi shtrirë Kroaci, Serbi, Bosnjë, Shqipëri dhe Greqi. Është folur gjuha jonë, gjuha e fëmijëve të ushtarëve alban. Nga Alba Longa, me kryeqytet në Albanopolis, kjo është Roma e dytë në Shqipëri. Kjo është përtej çdo lloj imagjinate njerëzore. Data e këtij zbulimi është 8 gusht, ora 10 e mëngjesit, viti 2026. Është ditë e shtunë. Kjo është përtej çdo lloj fantazie njerëzore dhe mbi njerëzore. Këtë nuk e gjen dot asnjë lloj inteligjence kompjuterike. Këtë e gjen një njeri që e dashuron Shqipen me një zjarr. Me një zjarr që nuk e ka njeri në botë. Ju dua shumë. Mirupafshim të dashur Alban, trashëgimtar të perandorisë më të madhe të njerëzimit.